Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18:10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këto momente në studio është bashkuar i ftuari për sot, na kanë prezantuar shkurtimisht edhe pak më herët, Albert Çepi, pastor, por sot do të jetë duke folur për profesionin e tij si punonjës social. Prandaj Berti, të falenderoj që ke pranuar ftesën për të qenë pjesë e programit Muzik Plus sot. Përshëndetje, ju falenderoj edhe unë shumë për ftesën, për që jam i disjush edhe për ndarë sa më shumë nga kapelet e ndryshme që mbajmë në kokën e përditshme. Është në fakt një profesion shumë i veçantë, ndoshta shumë pak njerëz vitet e fundit kanë filluar që ta njohin më me detaje, të shohin të gjitha ato përfitimet që mund të marrin prej tij. Prandaj sot ne do të ndalemi gjatë se si ti ushtron këtë profesion pranë qendrës socio-shëndetësore numër 3 këtu në qytetin e Korçës, por përpara se ndalemi tek gjithçka që ka të bëjë me ushtrimin e profesionit punonjësit social, ju jeni gjithashtu dhe pastor, prandaj më trego pak si ndërthuren të dyja këto profesione, si ke ndërthurur ti më së miri? Në fakt të dyja si profesione qoftë si pjesa e pastorit, po ashtu edhe punonjës social, të dyja kanë të bëjnë me njerëzit, të dyja kanë të bëjnë në fushën e tyre në bazë me shërbimin. Për të qenë në shërbim të njerëzve. Po sepse ndoshta më fal, e cilësova të qenit pastor profesion, por që është një shërbes. Është një shërbes, po. Po të dyja kanë bërë me një thirrje të brendshme dhe një mision që fakti unë kam për zemër, që patjetër që për të shërbyer sa më mirë edhe Perëndis, po ashtu edhe për të qenë edhe për të shërbyer sa më mirë edhe njerëzve të cilët Zoti na ka sjellë në sferën tonë të ndikimit, në jetën tonë dhe në fushat të caktuara ku ne bëhemi pjesë. Sikur sa thash, të dyja kanë bëjnë me pjesën e shërbimit, ndërsa njëra prek sa më shumë pjesën teorike, teologjike, tjetra prek akoma më shumë pjesën praktike dhe të qenit ngushësisht ngjitur afër komunitetit, grupeve të ndryshme, akoma në mënyrë të veçantë grupeve që janë vulnerable, edhe për të ndihmuar sa më shumë që të bëjnë një jetë të plotë, pra një jetë holistike, jo thjesht për të qenë mirë, le të themi, mendërisht, jo thjesht për të qenë mirë emocionalisht, por gjithashtu edhe fizikisht, edhe për të qenë të ndërlidhur me shërbime të ndryshme, sipas rasteve, sipas nevojave, për një mirëqenie të plotë për çdo njeri. Për të pasur patjetër edhe një stil jetese të shëndetshëm. Si është një ditë e zakonshme në punën tuaj si punonjës social në qendrën shëndetësore ku ti ushtron profesionin, pra qendra shëndetësore shëndetësore numër 3 këtu në Korçë, cilat janë disa nga sfidat dhe përgjegjësitë kryesore që përballeni çdo ditë? Në fakt, puna sociale, sikurse edhe ju përmendëm pak më parë, është së fundmi po bëhet gjithmonë më shumë e njohur, megjithëse ka vite, do të thënë që ka qenë shumë njerëz kanë qenë duke ushtruar, kanë qenë pjesë, sepse në fakt në zemër të çdo, sikur se ka thënë edhe një psikolog amerikan, në zemër të çdo njeriu është një person që ka nevojë të dëgjohet, dhe ky është misioni i punonjës social, që të bëj zërat që janë të mbyllur, zërat që janë të izoluar, që të bëj që zëri i tyre të dëgjohet edhe që të marrin ndihmën e nevojshme. Kur në fillim, kur kam filluar punën time në qendrën shëndetësore, patjetër që ishte, sikur se thash, një profesion që së fundmi është futur si shërbim, pra së fundmi është futur pjesa e shërbimit që qendra shëndetësore kalojnë me një pamje më holistike dhe më të plotë për të qenë sa më afër qytetarëve, sa më afër individit për të ndihmuar sa më shumë. Pra jo thjesht duke parë thjesht anën shëndetësore, por edhe anën sociale të njerëzve. Edhe
puna ime ka të bëjë me grupe të ndryshme njerëzish, së pari duke folur me vetë stafin e qendrës shëndetësore, duke i bërë një prezantim të profesionit, një prezantim të rolit, të funksionit të punonjës social dhe të detyrave që punonjës social mund të marrë dhe mund të bëjë në qendrën shëndetësore. Dhe se si mund të funksionojë. Gjithashtu pastaj kemi pasur një prezantim edhe me komunitetin, me grupe të vogla, për t'u folur edhe atyre akoma më shumë për të bërë me dije këtë shërbim të ri që ofrohet, edhe se si ata mund të marrin më shumë për të qenë edhe sa më të plot në shërbimet që ata marrin. Më pas gjithashtu edhe me komunitetin e gjerë, pra për të mirë informuar ata. Një ditë e zakonshme është ka bëj me duke qenë pranë njerëzve, duke pritur njerëz në zyrë për të folur me ta, për të dëgjuar, le të themi, hallet që ata kalojnë, shqetësimet, streset, problematikat e ndryshme, duke bërë ndërlidhje të shërbimeve të ndryshme që njerëz mund të vinë për ndërlidhje midis për shembull qendrës socio-shëndetësore me shërbime social shtetëror apo me fondacione të ndryshme që ofrojnë shërbime sociale që janë në qytetin e Korçës, por edhe më gjerë, pra sipas çdo rasti të veçantë. Qytetarët nuk kanë një informacion më të detajuar apo për të shërbyer edhe si një urë lidhse. Po, është si pjesa e mirë informimit, po ashtu edhe koordinimit të rasteve, për menaxhimi i rasteve që na vijnë për të koordinuar dhe për të dhënë shërbimin më sa më të plotë. Edhe unë përmenda edhe pak më herët, të ushtroni profesionin e punonjësit social her pas here mund të jetë si një lidhje dhe urlidhse shumë e mirë midis pacientëve, por edhe sistemit shëndetësor, organizatave të ndryshme të cilat ofrojnë mbështetje dhe ndihmë për personat të cilët kanë nevoja specifike. Prandaj, si ndikon shërbimi juaj në përmirësimin e cilësisë së jetës për individët, por dhe për ato familje që kanë vërtet nevojë për një mbështetje, për një ndihmë? Punonjësi social është realisht një pikë kyçe lidhse, ku një person merr ndihmën që i nevojitet, qoftë në formën e përfitimeve, të qasjes në shërbime mjekësore apo edhe dëgjimit aktiv në bazë. Ai përjeton, çdo njeri kur dëgjohet, përjeton një ndjenjë vlefshmërie, sigurie. Për shembull, kem parë shumë raste kur një ndërhyrje thjesht ka rikthyer dinjitetin dhe qetësinë në jetën e një personi. Dhe nuk është gjithmonë thjesht ne mendojmë që çfarë mund të japim konkretisht, por nuk është thjesht gjithmonë çfarë japim, por edhe se si i trajtojmë njerëzit, me respekt, me barazi, me kujdes. Edhe rastet që vinë pranë qendrës shëndetësore, punonjësi social bën si pjesën e identifikimit të rasteve të familjeve që mund të jetë nevojë, të individëve që mund të jenë në nevojë, të grupeve që janë vulnerabël, të rasteve që mund të jenë të izoluar, në veçanti për shembull shumë të vetmuarve, të moshës së tretë që janë të vetmuar, që kanë nevojë për shërbime dhe që ndoshta nuk dinë se si të aksesojnë të shërbime, edhe duke bërë ndërlidhje me mjekun e familjes, me infermierët, punonjësi social bën këtë menaxhimin e rastit për t'i ofruar secilit shërbimin që ka nevojë. Dhe nga eksperienca juaj, për aq sa qendra juaj shëndetësore përfshin në terrenin e saj gjeografik, cilat janë rastet më të shpeshta me cilat ju jepni ndihmë, jepni mbështetje? Problemet emocionale janë ato që prekin shumë, dhe çdo grup mosh, nuk është thjesht një grup mosh caktuar, por çdo grup mosh, stresi i shtuar, jeta e ngarkuar, jeta moderne me ngarkesat e saj, bën që njerëzit të mbajnë dhe pastaj të rrëzohen. Dhe një nga problemet që ndoshta që unë shpesh flas me njerëzit është që nuk është turp të kërkosh ndihmë, sepse një pjesë e njerëzve kanë të sikletin që po do shkoj, po do më bëj psikoterapi, do më bëj është kjo terapi. Që ne kemi dhe në mentalitetin, po nuk e di sa ka ndryshuar kjo, sepse jam kurioze dhe doja të pyesja. Për shembull, a ka ndryshuar njerëzit më tepër mendsi që në ditët e sotme është po kaq e rëndësishme dhe shëndeti mendor dhe emocional aq sa dhe shëndeti fizik? Zakonisht ne kujtohemi, në fakt është e shprehja që kujtohemi për na dhëmë dhëmbje, atëherë kujtohemi që shkojmë te dentisti. Edhe një pjesë e rasteve fatkeqësisht presin derisa bëhen një gjendje që është e vështirë, bëhet vështirë për të trajtuar, pra sa më shumë kohë të kalosh pa u trajtuar, një shqetësim, një ankth, një stres mund të agravojë për të bërë akoma më i vështirë ose për të zgjatur më shumë nevojën e trajtimit. Po gjatë punës time, gjatë shërbesës time, dhe gjatë punës time të përditshme kam parë që njerëzit janë duke u edukuar edhe për këtë pjesë që shëndeti mendor, shëndeti emocional është real dhe është i rëndësishëm edhe duhet trajtuar.
Kështu kam pasur edhe shumë raste që edhe kam shumë raste që trajtoj në jetën e përditshme, në punën e përditshme, të cilët janë duke ardhur duke marrë shërbim, qoftë një këshillim, qoftë një edukim, një psikoedukim apo një referim tek një specialist më i avancuar që kemi parë raste suksesi. Kjo do të thoya në fund. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më tepër tek gjithçka që ju ushtroni në kuadër të profesionit punojësit social, por mbi gjitha edhe duke parë problemet shëndetit mendor, ankthi, stresi, depresioni, të cilat janë gjithmonë edhe më tepër në rritje dhe vlen për tu trajtuar edhe në programe të tilla, mbi gjitha për të përcjellë një lloj ndërgjegjësimi dhe jo vetëm një lloj informimi për njerëzit që janë duke na ndjekur, por në këto momente shkëputemi për të ndjekur shkurtimisht këngën Më shumë dashuri. Rikthehemi vetëm pas pak me Berti në studio. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Jezu, më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time, do të t'adhuroj me gjithë zemrën time, do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim, do të t'adhuroj me gjithë forcën time, se ti je Zoti, je Zoti, ti je Zoti. Më shumë dashuri është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën tonë në studio me Albert Çepin, i cili në ditën e sotme është në rolin e punonjësit social pranë qendrës socio-shëndetësore numër 3 këtu në Korçë dhe
përmendëm pak më herët Berti ato problemet kryesore më të shpeshta me të cilat ju përballeni me pacientët që paraqiten në qendrën tuaj shëndetësore, por a ka ndonjë kategori veçanërisht të cënueshme që ka nevojë për më shumë mbështetje, për më shumë ndihmë, për më shumë vëmendje edhe nga institucione të tjera? Gjatë përvojës time të punës, ajo që kam parë më shumë dhe që realisht edhe si vend neve jemi duke e ndjerë më tepër është arritja e moshës së popullsisë, arritja dhe mosha e tretë në mënyrë veçantë duket që është akoma më vulnerabël për shumë arsye, shumë faktorë. Vetmia është një prej tyre, gjendja ekonomike është një tjetër që ndikon që ata të jenë akoma më të cënuarshëm edhe më shumë nevojë për ndihmë dhe për marrje shërbimesh. Mosha e tretë është një moshë që zakonisht i shikojmë më shumë që fëmijët ose janë larguar patjetër që mund të janë larguar nga shtëpia, po ose janë larguar nga qyteti ose edhe nga shteti, edhe pjesa e madhe e tyre shikon që janë duke jetuar vetëm. Edhe vetmia pastaj sjell probleme të tjera që lidhen qoftë me stresin, qoftë me shqetësimet, qoftë me pagjumësinë, qoftë me pastaj edhe me probleme të ndryshme fizike që në atë moshë janë edhe më të shumta. Po, që kanë nevojë për mbikëqyrje, kanë nevojë për dikë që ti dëgjoj, kanë nevojë për dikë për të biseduar. Thjesht për të dëgjuar, thjesht për të thënë një fjalë të mirë. Ajo pjesa e socializimit shumë. Gjithmonë edhe patjetër që ka disa qendra që ofrojnë shërbime ditore për to, por që kërkohet akoma më shumë. Edhe pjesa e tyre që vinë që në socioshëndetësore vinë për të qoftë të marrë për të dëgjuar një fjalë të mirë, qoftë të marrë një këshillim, qoftë të marrë pastaj edhe një recetë apo një ilaç që ka në lidhje që bëhet me mjekët, apo her pas here kemi bërë edhe vizita që janë në banesë për ata që kanë më pa mundësi për të lëvizur apo për arsye të ndryshme, që kemi bërë edhe vizita në banesë për të parë gjendjen aktuale ku jetojnë, si jetojnë edhe se si mund të ndihmojmë. Një grup tjetër do të thojë janë edhe familjet që janë me një prind, që janë me një të rritur, edhe me fëmijë që kanë nevojë për të jetën e tyre të përditshme, qoftë në pjesën e kërcjedhimit, qoftë në pjesën e shkollës, se si shkojnë, qoftë në pjesën pastaj të ndërlidhjes të tyre që me shërbimet që ata mund të marrin. Së fundi për shembull kam një rast të një familje e cila ka bashkëshorti për shembull është në burg për arsye të tilla të ndryshme, por duke folur me nënën e cila ka ngelur se është duke qenë se është pa punë. Është e vetme me fëmijë në shtëpi që ka nevojë për ndihmë ekonomike dhe e kemi bërë ndërlidhje me shërbimet që ofrohen për të ndihmuar, për të kaluar sa të pak këtë vështirësi që ajo është duke kaluar. Pra duke ofruar resurse të ndryshme që ka në qytet. Patjetër, edhe për të orientuar tek ato institucione ku mund të marrin mbështetjen edhe ndihmën e nevojshme. Dhe unë përmenda më herët shëndetin mendor, patjetër është një temë shumë e rëndësishme, e cila po trajtohet gjithmonë edhe më tepër, sidomos vitet e fundit, dhe kjo është diçka pozitive. Prandaj do doja të dija më konkretisht ju si trajtoni rastet e njerëzve që përballen me probleme të ndryshme, sikurse është ankthi, depresioni, stresi gjithashtu. Po, në fakt në qendra shëndetësore është rritur ndjeshëm numri i rasteve që trajtohen me ankth apo me depresion apo me shëgullime të tjera, sepse janë evidente që janë duke janë sëmundje që janë reale. Edhe atë çfarë përpiqem të ofroj është një mbështetje fillestare emocionale, por kur është nevojshme duke i referuar dhe tek specialist, si psikolog apo psikiatër përkatës. Ekziston akoma një lloj stigme që ne duhet ta luftojmë çdo ditë për të folur, për të qenë më pranues, më të hapur për çështjet të natyrës psikosociale. Kështu edukimi i komunitetit mbi rëndësinë e shëndetit mendor është thelbësor. Unë mendoj që ne duhet ta normalizojmë bisedën për mirëqenien emocionale, një lloj sikur se flasim për shembull për tensionin apo për diabetin. Nëse dikush për shembull ka diabet, ne nuk ngurojmë të themi se duhet të marrë insulinë, apo nëse dikush ka një sëmundje tjetër shëndetësore, ne nuk ngurojmë direkt të japim ilaçin e duhur. Në këtë mënyrë nuk duhet të ngurojmë për të trajtuar edhe dikë që thotë që okay, kam ankth apo kam një shqetësim, kam një problem emocional, nuk ndihem mirë emocionalisht, shpirtërisht, edhe kjo është pyetje që unë bëj shpesh pacientëve që tregoni të hapur dhe të flisni për shqetësimet që keni, për nevojat që ju ndjeni që keni. Edhe mendoj që kjo është diçka që duhet filloj për të edukuar brezat që në veçuli, që në familje, në shkollë.
edhe në gjitha ata ambientet që fëmijët frekuentojnë, në mënyrë që edhe kur të rriten ta kenë më të lehtë për të shprehur, për të ndar ato ndjesitë dhe emocionet e tyre apo jo. Po, psikoedukimi në fakt është shumë i nevojshëm për çdo njeri. Nuk e di, dua të pyes sa janë njerëzit prirur për të vazhduar të gjitha ato shkallët e nevojshme dhe të gjitha ato hapat e nevojshëm për të marrë kurimin e dur në këtë rast, sepse ndonjëherë ne si njerëz vim për shembull në qendra shëndetësore, orientohen për të shkuar tek psikologu dhe pastaj heqin dorë, largohen, vazhdojnë ato rutinën e tyre të përditshme. Nuk e di, ju ndiqni rastet hap pas hapi nëse vërtet njerëzit që janë paraqitur aty kanë marrë shërbimin e nevojshëm për të kuruar në këtë rast apo për të përmirësuar një ndjesi të tyre të ankthit të depresionit. Besoj që çdo rast është i veçantë, çdo rast është unik dhe trajtohet në mënyrë unike, në varësi të nevojës së të rastit që paraqitet. Kur nëse mendoj në prakticitet, unë mundohem që ti ndjek raste të cilët më referohen qoftë nga mjek apo nga infirmier apo dhe nga kontaktet e tjera që ti ndjek në vimësi derisa që të shikojmë një stabilizim apo një përmirësim të gjendjes së tyre. Por sërish është një vendim që sikur sa thash më parë është nevojshëm psikoedukimi, sepse është një vendim që merret nga individi, veçanërisht nëse është i rritur, individi vetë duhet ta marrë duke ndërgjegjësuar për ku është, ku ndodhet në jetën e tij, në stadet që ai po kalon në jetë, edhe të kuptojë nevojën për të marrë këtë shërbim që ofrohet faktikisht në qendra socioshëndetësore, ofrohet falas. Që të marrësh këtë shërbim që ofrohet falas për ta. Edhe nëse nuk kanë mundësitë ekonomike me cilat ne her pas here dhe justifikohemi, dhe për probleme të tjera në aspektin e shëndetit, atëherë është një shërbim falas, të cilën ata mund ta marrin. Po prandaj duhet ta përmendje sepse është një shërbim që ofrohet falas në qendrat socioshëndetësore, kështu që është një gjë shumë e mirë që në fund ne kemi arritur edhe si shtet për të ofruar këtë një shërbim të tillë, duke u ndërgjegjësuar themi që nga koka, që nga lart poshtë, në mënyrë pastaj që edhe popullata e gjerë të ndërgjegjësohet për të marrë këtë lloj shërbimi, për të marrë këtë lloj ndërhyrje parësore, edhe në fund të ditës për të bërë një lloj evidentimi, një lloj vlerësimi që ku jam, ka gjëra që duhet të përmirësoj, secili prej nesh ka nevojë për një, sikur sa tash më parë, për një këshill të mirë, për një fjalë të mirë, por akoma më shumë kur kjo këshill apo ky vlerësim të vjen nga një profesionist i certifikuar, i licencuar, i cili patjetër që ka përgjegjësi apo e cila ka përgjegjësi për çdo gjë që thotë, që bën, kështu që është një mundësi e mirë për çdo njeri, për çdo qytetar për ta aksesuar si shërbim. Edhe ajo që dua të shtoj në këtë rast, mendojmë në aspektin edhe në atë se si unë shikoj situatën, nuk është e nevojshme vetëm në momente që ne kemi ato probleme të mëdha që bëhet e papërballueshme situata për të orientuar tek një punonjës social apo tek një psikolog, por mendoj edhe në momente të ndryshme të jetës sonë kur ne kalojmë sfida dhe vështirësi nga më të ndryshmet me cilat njerëzit përballen, sidomos kur mund të ndodhë një humbje e madhe në familje. Besoj që për të përballuar më së miri situatën është e nevojshme, pse jo, edhe për të konsultuar me një specialist të kësaj fushë. Po, patjetër. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe tek diçka e fundit, por në këtë moment shkëputemi për të ndjekur këngën Kjo botë kërkon për një hero kënduar nga Gloria Nure. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel. Jeni duke ndjekur programin Muzik Plus. Për një hero
fuqishmi është heroi. Nga zgjedhje vdekjes na çliro. Me Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti. Drita e ti do shdrisë mbi konde. Me shtatrësi shpalim qartë, thërasi mesat lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasi mesat lartë, ai është kampioni. Rikthehemi në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën tonë në studio me Bertin, i cili është duke na prezantuar më tepër jo vetëm profesionin e punonjësit social, por mbi gjitha shërbimet edhe gjithçka, sfidat, problematikat edhe rastet me të cilat ata përballen në qendrën socio-shëndetësore numër 3 këtu në Korçë. Prandaj dua të pyes në këtë moment e Berti, si ka evoluar roli punonjësit social në sistemin shëndetësor gjatë viteve, dhe ka pasur ndoshta përmirësime në mënyrën se si trajtojnë çështjet sociale dhe shëndetësore të ndërthurura së bashku? Realisht punimi social është një shërbim, do thoya relativisht i ri, që është futur në qendrat shëndetësore, që tani tashmë quhen edhe qendra socio-shëndetësore, për ato qendra të cilët kanë një punonjës social apo një psikolog të integruar në organikën e tyre. Ka rreth 2 vjet që si projekt që ka filluar për të implementuar. Dhe shumë qendra tani janë duke u kompletuar me punonjës sociale apo me psikolog sipas rastit, nevojës, mundësisë. Unë do të thoja duke parë nga ana personale, është një rrugtim në fakt që ka nisur edhe çdo profesionist fakt ka në thonjza ka për detyrë që të lërë gjurmë në profesionin e tij, në punën e tij, duke siç themi në gjuhën popullore, duke i lënë vend vetes, pra me punën që bën të lejë që puna të flasi për të. Edhe unë kujtoj për shkak si fillim kemi bërë një punë sikurse përmenda edhe pak më parë me stafin e qendrës socio-shëndetësore për të që dhe ata vetë të dini që është një profesionist i ri që është shtuar në organik, po çfarë do bëj, ai nuk është as mjek, nuk është as infirmier, nuk e çfarë do bëj ky. Edhe si fillim duke diskutuar edhe duke folur, duke ndarë edhe rolin dhe funksionin e punës sociale me stafin, dhe ata duke ditur më mirë çfarë punë bëhet, dhe për më pas duke parë edhe në vazhdimsi gjatë kohës puna që është duke u kryer, rastet që janë duke u trajtuar, nga në fillim si një rol mbështetës, një lloj ndihmës, do thoya që tani punonjësi social është një pjesë kyçe e sistemit shëndetësor, sepse është ai që bën ndërlidhjen me mjek, me psikolog, me institucione të ndryshme publike apo jo publike, dhe me më shumë se çdo tjetër njerëzit tani na shikojnë si alat dhe jo vetëm si administrator ndihmash ekonomike apo ndihma sociale. Në fillim edhe ngatrohen ndonjëherë rolet, sepse njerëzit nuk kanë atë informacion. Nuk ishin të informuar, po. Dhe ky mendoj që është një hap i madh përpara, por që patjetër që ka rrugë përpara, ka rrugë për të bërë si në njëjën institucionale, po ashtu edhe në trajnimet profesionale adekuate që janë për çdo fushë saktuar ku punonjësi social është integruar në pjesë të shërbimeve. Edhe si gjithmonë si një gjë e re në fakt, është pak sa e vështirë edhe për tu prezantuar tek njerëzit që ndoshta nuk kanë informacionin e dur, edhe për tu
përshtatur më së miri me situatat, me rastet konkrete. Po sikur se përmenda që duke parë akoma shumë punën në praktik, duke parë raste që trajtohen, tani mendoj që puna sociale është një profesionist që është kyç në menaxhimin e rasteve. Sidomos atyre raste që janë të veçanta, sepse normalisht mjeku në që është sot është shëndetësore, mjeku është ai që merret me diagnozën shëndetësore, është ai që merret me mjeku familjes, është ai që merret me referimin të receta, ilaçe. Infermieri është bërë që bën ndjekjen të pacientëve. Punën sociale është ai që merret përtej kësaj, që shikon çdo tjetër që është nga ana sociale, duke parë pra një pamje holistike të pacientit që vjen. Jo thjesht duke parë thjesht do t'i japim një ilaç edhe kaq, por duke parë pastaj edhe ambientin ku ai jeton, komunitetin ku ai jeton, lidhjet që ka me komunitetin, edhe si ta angazhoj akoma më shumë këtë individ në komunitet, po ne shpesh flasim për shembull për personat që na vinë si pacient, por në fakt edhe sikurse bashkë po flisim pak më parë, edhe familjarët faktikisht kanë edhe ata që kanë nevojë, kur dikush ka një person të sëmurë në familje, gjendja e tij emocionale ndryshon, gjendja e tij psikologjike ndryshon, shqetësimi, stresi, fillojnë ne i përvallojmë ndryshe të gjitha këto lloj sfidash dhe emocionesh. Po, dhe shpeshherë un kam punuar edhe me të afërm të pacientëve, sidomos të pacientëve me sëmundje kronike apo terminale, të afërm të tyre për t'i psikoedukuar, për t'i ndihmuar, për t'i mbështetur më së miri, akoma më mirë pra në situatën në cilën ata apo të afërm të tyre ndodhen. Nuk e di, nëse mund të ndash, jo konkretisht patjetër, duke ruajtur është nga pikat kyçe. Patjetër. Dua më shumë të sillim ato shembujt edhe rastet e suksesit, për të përcjell një lloj inkurajimi tek ata që janë duke na ndjekur, që mund të gjejmë veten në një situatë ngjashme. Për këtë e bëj këtë pyetje, nuk e di, kemi ndonjë rast të cilin ti dëshiron ta prezantosh si një rast suksesi në atë që ke bërë përgjatë këtyre viteve? Po më vjen disa raste në mendje, po një rast që përmenda pak më parë, për shembull ishte rasti sikur sa thash të një familje ku nuk pa u futur në detaje për bashkëshkruaj familjari bashkëshorti ka përfunduar në burg, ndërkohë mamaja është vetëm me 2 fëmijë, edhe pa punë, ka nevojë për shërbim, ka nevojë për rrethimi për rritjen për bukën e përditshme, edhe ai çfarë duke ardhur në kontakt me këtë familje, duke më referuar si rast, çfarë kam bërë është kam folur me institucione që mund të ofrojnë ndihmë, më së shumti me të drejtën kam punuar edhe me OJF, të cilat mund të ofrojnë mbështetje, do të themi ndoshta me një pak ushqimore, me veshje apo edhe me ndihmë për shembull për fëmijët që janë në moshë shkollore, duke të ofruar libra, mjete shkollore për t'i ardhur sa më shumë në ndihmë se familje. Apo për shembull një familje tjetër ku mamaja ishte diagnostifikuar me kancer, edhe vajza patjetër që ishte një traumë, ishte një ngjarje e vështirë, e rëndë, dhe kemi punuar për gjatë disa seancave me radhë, duke këshilluar edhe me psikoterapi për ta themi stabilizuar, edhe për ta ndërgjegjësuar, edhe për që edhe ajo të jetë në gjendje që të funksionojë mirë vetë, po ashtu edhe të jetë një ndihmë për të jam, dhe jo thjesht të mos jemi në situatën ku kemi 2 pacientë për të punuar, por të kemi një minimalisht. Po, kështu që ka raste ndryshme që vijnë, apo edhe me fëmijë gjithashtu. Fëmijë për shembull një rast që më vjen që fëmijë që kanë një familje me fëmijë që kanë vështirësi në të nxënit, kanë vështirësi në shkollë, dhe patjetër që edhe në shkollë ka punëtor social, ka dhe psikolog. Edhe janë tashmë më të familjarizuar me rolin e tyre. Por duke kërkuar një ekspertizë akoma më shumë, edhe kam qenë duke punuar me raste të tilla për të ndërgjegjësuar, për të punuar me fëmijët, për të ndërgjegjësuar për rolin e arsimit, rolin e shkollës, rolin e të nxënit, rolin e të mësuarit, edhe duke punuar edhe me prindërit për të psikoedukuar, për të ndihmuar ata që si të prindërojnë më mirë. Si është ideja e prindërimit pozitiv. Pra se ne të gjithë, do të themi, çdo njeri mund të bëhet, do të themi përgjithsisht çdo njeri mund të bëhet prind, po prindërimi pozitiv është ai që ka më shumë rëndësi dhe që të ndikon akoma mirë në mirëqenien, në jetën jo vetëm të çiftit, po ashtu edhe të fëmijëve të brezit të ardhshëm. Në duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë këshille do t'ju jepje njerëzve që përballen në përditshmërinë e tyre me vështirësi sociale, ekonomike, emocionale, por që nga ana tjetër hezitojnë që të kërkojnë ndihmën e nevojshme. Prandaj si mund të ndërgjegjësojmë gjithmonë edhe më tepër komunitetin për rëndësinë e shërbimeve sociale?
Unë ju them zakonisht pacientëve që ju nuk jeni vetëm, edhe nuk duhet t'i përballoni gjithçka vetëm. Kështu të thojë që mos e mbani peshën vetëm. Kërkimi i ndihmës nuk është një akt dobësie, por është një akt force, një akt guximi dhe është hapi i parë drejt një jete më të mirë. Edhe realisht disa për njerëz më të fortë që kam njohur kanë qenë njerëz që kanë thënë unë kam nevojë për ndihmë. Sepse realisht çdo njeri prej nesh kalon në stade të caktuar në jetën e tij ka nevojë për ndihmë. Edhe nuk është dobësi të thuash ok kam nevojë për ndihmë. Sepse sot kam nevojë unë, nesër mund të kesh nevojë ti. Pastaj mund të kesh diku tjetër. Kështu që kjo ideja e bashkëpunimit edhe e ndarjes, e kërkuarit të ndihmës, e ndarjes së hallit të shqetësimit është gjysma e punës. Sepse duke ndar edhe duke marrë këshill më të mirë, do të jesh më mirë, do të kesh një orientim më të saktë, më të duhur drejt zgjidhjes, drejt shpresës. Më kujton një thënie edhe e një sociologe amerikane Margaret Mead, që ka thënë që kur mos dyshosh se një grup i vogël njerëzish të përkushtuar nuk mund të ndryshojnë botën. Në fakt është vetëm gjë që e ka bërë ndonjëherë. Prandaj nëse je duke përjetuar një ngarkesë të madhe, qoftë ekonomike, qoftë shpirtërore apo emocionale, do thojë që mos u fshi, ka njerëz që duan të dëgjojnë, ka njerëz që duan të ndihmojnë, ka njerëz që duan të ecin për krah teje. Prandaj mos e mendo si barr, mendoje si një udhtim drejt shpresës. Mirë, ti të falenderoj shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Janë tema që ndoshta ne me njëri tjetrin në bisedat më ndryshme, në kafe, në tavolinë mund t'i flasim, por që ka nevojë për më shumë informacion, për më shumë ndërgjegjësim, për gjithë ata që vërtet ka nevojë për një shërbim të tillë. Dhe të falenderoj që ishe pjesë e programit Music Plus sot. Faleminderit shumë dhe për ftesën, edhe gjithë të mirët. Të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne këtu përfundojmë së bashku bisedën tonë në studio, por programi Music Plus vazhdon edhe për gjatë minutazhit të mbetur të tij në ditën e sotme. Prandaj në këtë momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vjen kënga Beteja i takon Zotit nga Marcel Firajn. Rikthehemi së bashku pas pak.